Po dikush kush e sheh këtë emision profesor mund me thonë pse për shembull profesori veç statuse kundra Fatmir Shehullit, kur domethënë na e dim gjithë që në përputhje sillen edhe udhbash të tjerë, domethënë që bile edhe kanë dalë publikisht kanë thonë nuk jem pendu për atë për atë. Ja, nuk është puna e Fatmir Shehullit, është puna e fenomenit. Thonë si tillë, domethënë ne në parim si të burgosur politik po flas, ju e dini që të gjithë këta udhbash që kemi thënë, kemi falur. Dhe me thonë, arsyeja ka qenë se ja kemi lënë që shteti i jonë të mirët me ta, se ne personalisht me ta s'kemi pas asgjë. Dhe me thonë, ne kemi pas koncepte të ndryshme, ne kemi pas konceptin e lirisë, pavarësisë, ata kanë pas konceptin e robërisë. Dhe kështu që atëherë shteti duhet të mirët me këta, jo individi, se personalisht me asnjë s'kemi pas punë. Edhe si të tillë, ne kemi një ide, dhe me thonë, demacione ta quaj kështu, atë që adem gjithmonë ka thonë që duhet pas kujdes, sidomos me shqiptarët, se ende nuk kemi vedijet lartë shtetërore edhe kombëtare. Çka mendon që duhet me bëj me këta persona prap? A duhet më bëj ligj ilustrimi që Po, ligj ilustrimi duhet bëhet në të ardhmen afër, besoj që A mund më shpjegoj për ata që se të kuptojnë çka është ligj ilustrimi? Po ligj ilustrimit është ata të cilët kanë punuar, domethënë në sistemin jugosllav, sistemin serb kanë punuar dhe kanë punuar kundër interesave kombëtare shqiptare këtu në Kosovë. Dhe ata për shembull bëhet një ligj, shkruhet një ligj, edhe ata nuk mund të marrin shprehjen e institucione. Ma spaktë, dhe me thonë, një farloj masën dhe shkuse të aqunë, se s'munde me qenë edhe atëherë me punu dhe tash. S'munde rehabilitus, po. Po, dhe me thonë, edhe Fatmir, për ndryshe nuk ka masa tjera. Nuk duhet të ketë, si pas mendimit tim, nuk duhet të ketë masa tjera, sepse ne kemi qenë robëri në përgjithësi, edhe pastaj dikush ka menduar se ashtu duhet të jetohet. Thonë edhe është gabim i njerëzve, sepse është një pjesë, gjithmonë lëvizjet i nisin pak njerëz. Ato i lëvizjen, pastaj populli shkon mbrapa tyre kështu me radhë. A pajtohesh me këtë thonje një herë shpion të ri të shpion profesor? Po shikoni këto agjentura, këto janë të sofistikuara. Edhe nëse njeri e pranon, punon diçka të tillë, domethënë për të huaj, nëse punon është i lig. Si njeri i lig, domethënë se njeri nuk duhet me punu. Mundet me dëmtu vetin, po me dëmtu shtetin edhe kombin është shumë problem. Në cilën mendon me ritmin është e rëndë. Këtë është problem se pasoja pastaj ka edhe historike. Kështu që ne kemi kaluar një katrahuar të jashtëzakonshme dhe duke falendëruar ushtrisë shqiptare dhe djemët e ushtrisë shqiptare, të cilët kanë sakrifikuar sa djem të lirë së bashku, domethënë me miqtë tonë ndërkombëtar, respektivisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë qenë prijetar, që na kanë ndihmuar pastaj përveç lirisë na kanë ndihmuar edhe ndërtimin e institucioneve, të cilët sot kemi do institucione shumë të rëndësishme, edhe janë komparative ose janë të krahasueshme me institucionet në ish Jugosllavi që kemi qenë.